Një skandal serioz me implikime direkte mbi sigurinë ushqimore në vend ka dalë në dritë përmes një denoncimi publik nga një qytetar shqiptar. Denoncimi i publikuar në redaksinë e Jo-që Albania flet për një produkt të kompanisë Hako, konkretisht një sallami i paketuar, i blerë në supermarket dhe i ruajtur në frigorifer, i cili pas një jave ka rezultuar me përbërje të papranueshme dhe shqetësuese për konsum njerëzor. Qytetari tregon se në momentin që ka hapur produktin për ta servirur në tryezën familjare, është përballur me një masë të bardhë të çuditshme mbi sipërfaqe, të ngjashme me sytha bimore. Ai thekson se produkti ishte ende në afat dhe i ruajtur në kushte të sakta, por ajo që ka gjetur për brenda është gjithçka përveç një produkti të denjë për konsum. Pamfleti i është dashur të verifikojë me burime të fushës së sigurisë ushqimore, të cilat sqarojnë se një reagim i tillë mund të jetë pasojë e një procesi fermentimi të deformuar, ndotje të brendshme ose mungese totale steriliteti në linjën e prodhimit. Në çdo rast është rrezik për shëndetin e qytetarit dhe një shkelje direkte e standardeve të lejuara në përpunimin e mishit. Skandali bëhet edhe më i rënd për faktin se as kompania Hako dhe as autoriteti kombëtar i ushqimit nuk kanë reaguar me deklaratë publike apo mas të menjëhershme për hetim. Institucionet që duhet të mbrojnë qytetarin si gjithmonë janë në gjumë ose në shërbim të atyre që duhet të mos preken. Dy xhambazët Antoneta Hako dhe Adnant Hako kanë përfituar 4.6 hektar tokë publike në Tepelen me vendim të firmosur nga ish-kryetari i Bashkisë Tërmet Peçi, i kthyer tashmë në një personazh roz për ndërtimin e një resorti privat. Në të njëjtën zonë është marrë edhe burimi i ujit të fshatit Meshgoran, ndërsa banorët janë lënë pa furnizim të rregullt. Asnjë transparencë për procedurat, asnjë dëgjesë me komunitetin, asnjë përgjegjësi publike nga përfituesit. Kjo kompani nuk mund të operojë në treg me standarde të dyshimta dhe të shpërblehet me prona shtetërore, por ka një denoncim të drejtë për sigurinë ushqimore. Është detyrim ligjor dhe etik të jepet sqarim dhe të ndërhyjnë institucionet. Heshtja Antonela dhe Adnant Hako përballë një situate që prek shëndetin publik dhe interesin e komunitetit është tregues i qartë i mungesës së përgjegjësisë dhe i një sistemi që i mbron.